se do vijon të biseda juaj. Ti këtë fjalin nuk e ke thënë aq herët. Ti e ke thënë para 3 ditësh. Jo, s'kam thënë para 3 ditësh. Para 4-5 ditë. Jo, as 5. Çi javë këtu më but. Të kalon ditë, Po vlla, 2 ditë para prajmit. U bën 2 ditë. Që kaloi prajmi 2 para, 4 ditë para. 4 ditë ti nuk e dijeti, që the unë nuk e dija se do vijonin gjërat. Gjërat kishin vijuar xha. Ku jesi në pijamas? Por Alde, po them edhe diçka tjetër, që kjo ka rëshit pak të ruzi, ka rëshit pak, po me vetëm me mbrojtjen tonë pak me dhënë me kuptoj që ajo shoku. Tani ajo kuqedra e përdor ndrysh. Tani kuqedra e përdor ndrysh. Ti ke drejtë të thonë që atë fjalë aq vogël e ke thënë në vendin e gabuar, në adresën e gabuar. Aty ti jap drejt. Jo, se ka dhe gjë tjetër që do të. Po ajo e përdor. Ka dhe gjë tjetër që e di se do të japë ministri, po ajo e përdor si edhe një fjalë tjetër. Kohët e fundit dhe i ke. Nëse tregohesh i sinqert, do më Por zotën e madh tregoj. Super, të ftoj të jesh i sinqert. Atëherë. Ftoje. Sulmi asaj ndaj meje është që Aldo do përfundojë duke dashuruar dhe këtë pasqyrë. Ky është sulm idiot. Nuk ka nevojë ti thush atë fjali për të mbrojtur këtë sulm ndaj meje. Po mirë më unë kaq më kam. Ke një forma tjera se më thon. Jo, kaq. Rozi stop, Rozi po deshet rrim bashkë mos më fol për Aldon. Jozi bolle fillove pra. Jozi nuk është kështu Aldo. Të mundesh ka nevojë ti që bënai për ty. E si që bëjnë për ty. Vi shkurt, s'ka nevojë se ai më ka thënë mua se ajo është fëmijë. Më bëjnë veshët pikë. Okej. Ja kam thënë, Aldo, ja kam thënë. Ta kam sqaruar që nuk kam dashur të bëj dëm. Të kërkova falje, ta thash dhe ta them prapë, kam shit shtret, dakor? Shit shtren. Mos më bëj çekin fare, më ke shit super lirë, mos trego më shit shtren. Ti don me prenu humbjen, po ndërkohë kam bën derë. Hej, mos më shit më këtu edhe. Po të them vërtetën. Mos të trego finok. Mos të trego finok. Si qet vërtetën. Ku kemi qenë shok vërtetën e kishe qef, tani s'pëlqen. Mos të trego finok. Unë jam finoke, jam Ti majtë qendrim ndaj meje. Dëgjoj Frytzuese. Po nuk le gjë pa bërë. Unë thash, si çapo bën, po marr qendrim ndaj meje, me atë komunikimin ditë të fundit që e kishe shumë. Po mbaje qendrim sepse ti hodhe dhe ta thash, ta kam thënë tekstualisht. Dhe po qesha vetëm